Jemi vëllezërit e Ilirit, jem Kosova, pushka e trimit. Krisma e ti e ndejehon, s'ka armik që shkel këtu, jo zgudzon. Bic, sonte ti do t'ju tregojsh publikut se çka ke dashur me thonë me këtë tekst kaq të bukur. Po flas për refrenin. Ideja është që Iliri kalon njerëz si më thon mbas vetit. Popullin, domethënë. Krisma e tij janë ndejhon sepse njerëzit hala i kanë të moshta pusht nëse kthehen ata prap. Kështu që kjo është forca e refrenit, domethënë. Vëllezërit e simbolizon bashkimin e shqiptarëve, familjet e shumta, si më thon krejt popullin e Kosovës, popullin shqiptar. Përgëzoj për një tekst, për një këngë kaq të bukur që ke bërë. Me që am tregon kur punon mbi një figurë kaq të rëndësishme, historike, çfarë përgjegjësie ndjen? A është e vështirë me komponu për heroj? Po mendoj nëse je profesionist është shumë e vështirë, edhe shumë përgjegjësi, sepse domethënë është një këngë që mbetet në histori dhe ti duhesh ose me punu mirë ose mos me hi anë hiç, se mundesh edhe me zhgënjy dikën. Kështu që është përgjegjësi dhe është emocion shumë i veçantë. Bic, am tregon në procesin krijues, çka të vjen e para, melodia, teksti apo atmosfera? Po s'pari është teksti, është puna kryesore, thelbi, në bazë tekstit, pastaj fillon edhe i vjen melodia pastaj. Si trupi, pastaj teshat. Më dhënë teksti, në bazë tekstit pastaj jap edhe vin melodike, si qyshe tek taman për me punu. Kjo është metoda jam, ka tjerë që ndoshta s'pari punojnë melodin, pastaj tekstin, po unë kështu dhe punoj. Edhe unë e marrë bazë tekstin, si gjithmonë. Është i qartë. Kur e dëgjum sonte për herë të parë, unë ndje një emocion i sinqert. A kishte ndonjë moment gjatë punës që të preku, ndonjë detaj që të mbeti në mendje? Prej fillimi deri në fund. Prej shonës parë deri në fund, sinqerisht, është full emocion. S'moj me veçu diçka, është prej fillimi deri në fund, gjithçka është me shpirt të punime. Lumbica. Faleminderit shumë. E dim që shpesh këngë patriotike kanë peshë tjetër. A ndihesh i lidhur personalisht me këtë lloj muzike, apo të vjen natyrshëm si stil, sepse edhe këngën Kuqezi që e kënduam, e ka punuar Bica. Faleminderit, është diçka që du si zhanër, si punë, si tekst, si muzikë, kur flasim për këtë këngë epike. Ndoshta edhe që më rrit me një familje patriotike, edhe i punoj ma me qef, i punoj ma me dashni, ma me emocion. Për shembull, para pak dite ka dalë edhe një këngë shumë e bukur për familjen Haradinaj, titullohet Herojnë të Haradinaj, dhe këndohet nga motra Doanit, më thosh diçka që e kinë bërë dhurat për 28 nëntorin për familjen e generalit Haradinaj. Përgjithsisht i mundu nëse dikush e dëgjon atë këngë, falë që për marrë pa kohë, dhe shembull nëse është edhe dikush i huaji, nëse e përkthen e kupton se kush janë familja Haradinaj. Edhe kjo është çka ku mujt me, çka ku më dash me realizu dhe me ne që e ku më realizu. Shumë faleminderit për familjen Haradinaj dhe për Bicën. Faleminderit Bic, ishte kënaqësi që sonte ke në refren. E imja, ju uroj sukses e probendet dhe pashtu edhe ty bashkë me probendet për emisionin.